Berisha shuhet për shqim në të veshur dhe paraqitje. Madje, ai mban gjithmonë një krëhër në xhepin e brendshëm të xhaketës për të rregulluar flokët sa herë përleshet në parlament. Ata që i ka rreth vetes dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë tregojnë se lideri i PD-s nuk del nga shtëpia apo zyra pa u parë mirë në pasqyrë. Por prej disa kohësh, ai po e sheh veten edhe në një tjetër pasqyrë, ato të dështimeve të njëpasnjëshme që po jashtojnë dita ditës problemet brenda partisë që komandon. Krëhëri mbasi i bën punë Berishës, por nuk i zgjidh asgjë PD-s. Problemet brenda familjes politike demokrate po shtohen, edhe tani në prag të zgjedhjeve për kreun e saj. Antarët e PD-s do të votojnë për shpresat për një kryetar të ri janë të pakta. Thuajse nuk ekzistojnë. Deri tani, i vetmi kandidat në garë është Berisha. Të tjerët, të cilët kanë shpallur dëshirën e tyre për të kandiduar, nuk po lejohen. Ata janë sulmuar, anatemuar dhe janë në pritje të përjashtimit nga partia, edhe pse doktori këtë e konsideron vetë përjashtim. Ama doktori bën sikur harron, sepse vetëm në javët e fundit janë përjashtuar nga partia e tij jo pak antar. I kanë shërbyer krimit të organizuar, kanë bashkëpunuar me majorancën, e plas Berisha justifikimin, por pa treguar si kanë bashkëpunuar dhe kur. Atyre demokratëve të përjashtuar që guxuan të shkojnë te Selia me shpresën për të sqaruar, askush nuk u hapi derën. Madje, dyshi i PD-s u largua me nxitim nga Selia drejt makinës që e priste ndezur, pa guxuar t'i shohë në sy. Këto janë shenja degradimi. Të një udhkryqi të madh që po përjeton PD, mbase më i madhi që pas shpalljes së Berishës non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e më pas edhe nga Britania e Madhe. Shto edhe problemet e doktorit me drejtësinë, që herët avon do ta dobësonin PD. Në këtë situatë ku ndodhet kjo parti me një lider që kontrollon si përherë gjithçka dhe vendos për gjithçka, fundi i garës dihet si buka që ha secili prej nesh. Çdo kandidat tjetër përballë Berishës është destinuar të humbas. E kanë të kotë ata që mbajnë shpresa se doktori mund të ndryshojë papritur. E bëri një herë gafën kur dha dorëheqje nga partia dhe investoi me kuçe me maç për të zgjedhur sipas ardhës të tij të përzgjedhurin e tij. Lulzim Basha, por shpejt u pendua dhe nuk la gjë pa bërë, deri tek sulmi i famshëm tek Selia Blu, ku një palë nga jashtë sulmonte palën që ishte brenda ndërtesës dhe e kundërta. E gjithë kjo maskaradë e dhunshme vetëm për vulën e partisë. Kjo betejë dhe zhvillimet që pasuan brenda PD-s e vulosën bindjen se Berisha ka qenë dhe është lideri autokrat. Ai e ka përqendruar vendimarrjen në PD te një rreth i ngushtë pranë vetes, duke dobësuar tej mase institucionet e brendshme të partisë dhe kufizuar hapësirat për mendim ndryshe. Askush përveç disa zërave kritik nuk e përmend statutin e PD-s, që është i qartë për liderin që humbet zgjedhjet. Neni 46 thotë se në raste të tilla lideri duhet largohet. Por a është larguar Berisha? Edhe pse ka humbur një seri zgjedhjesh politike dhe lokale, edhe pse në përballjen e fundit në rafsh kombëtar ai doli me minus 300.000 vota, jo, ai është aty, duke u justifikuar si gjithnjë se zgjedhjet ishin fars, apo se Rama i vjedh vota. Justifikime që për hir të së vërtetës pin ende ujë vetëm tek militantët e tij. Por përmendjet e ftohta politike, Partia Demokratike po vetë asgjësohet. Sikur ky të ishte thjesht vetëm problemi i PD-s, askush nuk do ta vinte ujë në zjarr për pos militantëve dhe një grupi rreth leadershipit që sa vjen dhe po paksohen. Por një parti politike, opozita, janë asetet kombëtare. Lideri jo, kushdo qoftë ai, por opozita po. Dobësimi i saj krijon disbalans në sistemin politik, duke i dhënë avantazh kundërshtarit. Për fat të keq, kjo situatë krijon një cikël zinxhir me pasoja. Pakënaqësitë e brendshme çojnë në largime të kurrin partinë dhe dobësimi i saj rrit ndikimin e kundërshtarit. Në këtë mënyrë, problemet e brendshme të partisë së doktorit nuk janë thjesht çështje organizative që i rrshjasin mulit, por kanë pasoja direkte në ekuilibrin politik të vendit. Një opozitë jo efektive si PD-ja e ka të vështirë të kontrollojë qeverinë. Kjo jep më shumë hapësirë majorancës për të qeverisur pa presion të fortë. Në një këndvështrim më të gjerë, kjo sjell bjerrje të standardeve të llogaridhënies së të demokracisë shqiptare. Po ashtu, bie edhe cilësia e debatit publik. Një opozitë e organizuar dhe konkurruese e pasuron debatin politik në vend. Ndryshe, ka situata aktuale, ku mungojnë alternativat reale, programore dhe politika na është kthyer më shumë në retorik se sa përballje idesh. Një opozitë cop-cop nuk e inkurajon dot elektoratin e saj. Mbështetësit apo kritikët e qeverisë ndjehen të papërfaqësuar, duke i detyruar të largohen drejt partive të ngjashme më të vogla, të cilat nuk arrin dhe nuk krijojnë peshë reale. Ose, siç edhe po ndodh,
i afrojnë qeverisë në mënyrë pragmatike. Në mungesë të një opozite të fortë dhe institucionet e pavarura dobësohen apo ndikohen politikisht, ai sheh përdit dështimet e një pasnjëshme në pasqyrën e vet, por nuk ka arsye ta trazojë situatën. Kjo gjendje i intereson atij dhe vetëm atij. Të kuptohemi. Berisha është dhe mbetet një figurë me peshë historike. Megjithatë, qasja e tij autoritare ndër vite ka krijuar përçarje të thella brenda partisë së tij. Figura të shumta politike, aktivistë dhe mbështetës historik janë ndjerë të përjashtuar ose nën presion të vazhdueshëm. Përjashtimet e disa zyrave kritik janë të motivuar më shumë nga interesa personale apo kontrolli politik sesa nga standarde të qarta, sikurse i përcakton statuti i PD-s. E gjithë kjo situatë ka krijuar një klimë mosbesimi dhe pakënaqësie të brendshme, duke vënë në pikpyetje serioze të ardhmen e partisë. Demokratët janë përballë një sfide të vështirë, të gjejnë një ekuilibër mes respektit për të kaluarën dhe nevojës për një të ardhme më funksionale, më demokratike dhe më gjithëpërfshirëse. A do të munden? Vështirë ta mendosh këtë. Kur përballë ke dikë si Berisha, ai është një prej liderëve me karrierën më të gjatë politike. Si i tillë, ai ka prirjen të ketë kontroll absolut mbi gjithçka ndodh në parti. Një mënyrë për ta asfiksuar që në gjenezë çdo kënd që tenton të kritikojë dhe debatojë. Ka disa arsye pse liderët si Berisha sillen në këtë mënyrë me partitë e tyre. Ata duan të identifikohen me partinë. Kur dikush si doktori ka qenë themelues i një partie politike ose figurë dominuese për dekada, krijon gjasa për bashkim identitetesh, ku partia konsiderohet e pandashme nga lideri. Ndaj, largimi perceptohet jo si akt normal përgjegjësie, por si rrezik për ekzistencën apo unitetin e partisë. Doktori është i tillë, por atij i vjen në ndihmë edhe kultura politike e dobët e dorëheqjes në Shqipëri. Në demokracitë të konsoliduara, dorëheqja pas humbjes është normë morale dhe politike. Në realitete si ky i joni, kjo kulturë shpërfillet. Humbja justifikohet me faktorë të jashtëm, si manipulim, presion, ngare pa barabartë, vjedhje votash e të tjerë, duke shmangur përgjegjësinë personale. Fiks si Berisha, i cili ka edhe frikën e humbjes së rëndësisë. Për të, sikurse edhe shumë të tjerë, politika nuk është thjesht profesion apo pasion, por burimi, identiteti dhe ndikimi. Dorëheqja për të nënkuptuar dalje nga qendra e vendimarrjes, humbjen e ndikimit dhe në disa raste edhe ekspozim ndaj sfidave të tjera, qofshin politike apo ligjore. Berisha i ditë të gjitha këto, por bën sikur. Ndaj, kur del për ditë para pasqyrës së dështimeve, ai i thot: "Pasqyrë moj pasqyrë, ta dish, unë jam më i miri."